ishte nata e parë edicionit festivali Bek e Bardh. Ndërsa sot është nata e dytë dhe përveç çmimeve të pjesëmarrjes që morën të gjithë pjesëmarrësit në këtë festival, sot do të shpërndahen edhe çmimet e Do parë. ketë çmim special për këngëtarin më të mirë, për grupet dhe për hedhësit. Por dje ishin 6 grupe që performuan dhe sot janë 6 grupe të tjerë që do të performojnë përballë publikut, banorëve të Pilurit, por edhe të ftuar speciale cilët kanë ardhur për të parë festivalin Bek e Bardh. Sot na pret një natë më e gjatë se ajo e djeshme, po jo vetëm më e gjatë, po dhe më e këndshme. Ne do të presim derisa të fillojë aktiviteti, ndërkohë do të kemi bashkëbisedime me grupet të cilët do të performojnë sot. Era që po fryn, shpresojmë se na marri. Jemi me grupin e Romsit. Keni ardhur? Po, grupi Lab të Romsit. Po keni ardhur sot për të performuar në festivalin Bek e Bardh. Po. Kemi ardhur të performuar. Jemi me 3 këngë të performojmë. Kemi Violetin, që kemi marsin kryesor të grupit, edhe 2 këngë ja kemi kushtuar Labëris. Shpresojmë të dalim mirë. Jeni për çmim sot? Po, shpresojmë. Midis grupeve që shumë të mira, që shikojmë, shpresojmë dhe ne. Është herë e parë që merrni pjesë në Jo, është hera e dytë që vim në Pilur, edhe është event shumë i bukur, dhe kënaqësi kur shikon gjithë fustanellat e Labëris, dhe trashëgofshin këtë traditë dhe brezat që vi. Ju urojmë shumë suksese. Faleminderit dhe ju vej. Atë jemi në natën e dytë të festivalit Bek e Bardh. Ndërkohë, sot janë 6 grupe që do të performojnë, është grupi Sevasterit, grupi i të rinjve të Delvinës, grupi Lab i Romsit, është grupi i Dukatit, grupi Regina Group dhe grupi i Bënçës, ndërsa janë 3 çmimet e para, një çmim special për këngëtarin më të mirë dhe kthyesin dhe për grupin që do të performojë sot. Pra, ne do të ndjekim nga afër të gjithë performancën e 6 grupeve, siç e theksuam dhe emrat. Ndërkohë, do mundohemi të shkojmë tek grupet për të marrë në informacion për polifonin. Ashtu si që kam atelo ju bete na përrit Gjerte durit të pena Na ju barkë për tu qëndit Ashtu si që kam atelo Trokita në shdo shtëpi si zoku pema, kam bë kryqë me tatëri, e t'ja marë më këngës një hero. Trukita në shto shtëpi, si zoku pema, kam bë kryqë me tatëri, e t'ja marë do vë një lule në porta, po qena të donde zëqiri, e që flaka shpirtin në t'jungro. Atje ku do gjeri, do vë një lule në porta, po qena të donde zëqiri, që flaka hajde morëza o palili, aty male, aty derta, a i varë penë në tambele. Gjita në kurvele, hajde morëza o palili, aty male, aty derta, a i varë më të poshtë në tepele,
te kalaja me betena, to takojnë mali që levena, na to hirë koptena. Pra jemi me grupin Edukasit. Çfarë do me thënë polifonia? Polifonia është thjesht një interpretim i halleve dhe derteve të njeriut në shekuj, që kur ka lindur. Që kur ka lindur njeriu, ka shprehur nëpërmjet hallet e tij problem, nëpërmjet borojitjes, nëpërmjet valles rreth gjeshtrës, rreth psakave kur ka qenë çoban me dhënë me dhi, ka qenë vetëm, ka bërë monofoni, pastaj është bashkuar gjitoni e çobani tjetër. Janë bërë dy, u bën dy. Erdhi i treti, lindi melodia nga monofoni, treshje që tipike është treshja karakteristike e Dukatit. Tipikja. Është e vlerësuar në festivalet ndërkombëtare në Paris dhe në Kadranët. Pastaj lindën sofrat, lindën davetet, lindi kënga, lindi dhe shamataja në davete, se kur pin burrat raki dhe ngrën zërin. Por lindi kënga ajo që i mbajti të bashkuar edhe zërat e njerëzve. Edhe të gjitha edhe filloi kënga pasaj nëpërmjet imperativit, i këndoheshin zakoneve të vendit, i këndoheshin, filluan problemet historike, filluan problemet e dashuriçkave apo të dashurive të hapur, siç u thon sot, atëherë votosin çik me vështirësi. Çfarë do të prezantohet grupi Ducati sot? Grupi Ducati do prezantohet me 3 numra, nga të cilat 2 janë të painterpretuara fare. Janë risi për këtë festival. Janë risi, se ne zakonisht në çdo festival shkojmë me risi të re, nuk bëjmë të dytë të përsëritur. Dhe një mangësi jona se shumë këngë tona 10 apo 100 që kalojnë, nuk i këndojmë më për së dyti, vetëm në tavolina. Sot kemi një këngë për Himarën, Himara brigjet mbi val, vendi ku shërojnë plag, diellin kuror mbi vete mbretëresha në bregdete. Një këngë tjetër që është tradicionale e vjetër e Ducatit, për trimërie, është ajo për në kohën e luftrave, në kohën e dushmanit, erdhën asirët e dushmanit dhe duhesh luftuar dhe njëri nga ata që qeme i Zoti mlodhi çobanët e tjera, hipën në kuaj me kamë e tjera. Një këngë pastaj është për të mbushur programin, është e njohur, po e kënduar vetëm një herë. Kënga e festivalit 2022-shit. Është mbledhur labëria, mbledhur si në motë shkuar, kur kërkonte Shqipëria zërin lab për ta dëgjuar, e të tjera. Kaq është minutazhi, kaq do të bëjmë. Kënga për ne është pasion. Sa e vlerësoni si aktivitet në festivalin Bek e Bardhë? Aktiviteti është shumë për të vlerësuar, jo pak, sepse të marrësh kurajon me financime shumë të dobta në majtë një imali, siç është Piruri, po këta i ngro dielli Leftershipës, si janë mbledhur të gjithë. Pra nuk është hera juaj e parë që ju merrni pjesë në këtë festival? Jo, këtu është hera e dytë, se nuk kemi mundësi të vijmë gjithmonë për festivalin e nese. Shpërblyer me ndonjë çmim herët të përprashme? Shiko, ne jemi 40 sa vjet grupi Ducati. Pjesëmarrës në gjitha aktivitetet kombëtare dhe në shumë ndërkombëtare. Grupi Ducati është mjeshtër i madh me titull. Unë si individ po, këtu e 10 vjet, por ne më shumë nuk vim të shpërblimi, vim të pasioni. Se shpërblim s'ka ku kanë mundësi ka gjë. Ta gjojnë sa lek për të bërë një darkë aty të respekton ta shoh. Heqën dhe udhtimin kaq mundësi ka, ne jemi të ndryshëm. Ju urojmë shumë sukses të sot. Faleminderit. Maria Pinuriote, Corifeina, la torre. Disa minuta më parë përfundoi grupi i Sevasterit, Ariola, ndërkohë tani
Po tani filloi performancën grupi Delvinës. Do ta ndjekim pak së bashku? Patjetër. E ndjekim pak. Hajde. Bimaran asma merni Mirëmbrëma të gjithëve. Është një kënaqësi që sot ndodhem këtu. Në fakt, nuk jam thjesht e ftuar për shkak të rolit tim, por unë jam vajzë piloriote. Jam bes piloriote edhe jam shumë e lumtur që rikthehem në këtë festë, që është një traditë shumë e bukur e këtij viti. Ju uroj një mbrëmje të këndshme dhe dua t'i falenderoj edhe grupin që sapo këndoi të Sevasterit. Në fakt unë jam dënuese në Sevaster, kështu që më bie përmbar që t'ju jam certifikatën sot. Kështu që ta gëzoni edhe shumë urime dhe ishit shumë bukur atë gjitha këngëtuara. Shumë mirë. Ka nevojë fshati për këto aktivitete? Shati shumë. Dalëm një që ka të se plek, murzi. Na heq një që ka të... Pra sot po argëtohesh? Të roni, të gëzoni. Vinë çdo vit kur organizohet ky festival? Çdo vit. Kalon bresa të bukura për derisa Bresa të bukura, edhe i kalon ai atë që kemi karrierë në fotografi. Ai ka nxjerrë këtë grup. Të gjitha grupet e anësit. Ai Lefter Qipa. Duhet ka vazhduar tradita e këngës polifonike? Të vazhduar. Po këtu në Pilur, ka vazhdon grupi? Vazhdo. Kur keni qenë re, ju keni kënduar? Apo? Kemi kënduar, jemi fshati këngës. Jemi fshati këngës. Ke marrë pjesë në grupe apo jo? Ka marrë në Vlorë, jam rritë në Vlorë. Atje ke shmëllanti, organizoj dhe aj një grupë, kje kish da jo Lefteri. Edhe Lefteri ka aj mori. Ka ata ju ajtija, që e kryoj këto grupe. Sa ka kontribuar Lefter Qipa për këngën Lape? Sa ka kontribuar? Shumë. Ai ka akordi se gjithë këngën. Edhe ja latë më lajtë nashtë. Faleminderit. Pra ishim me këtë zonjë e cila u shpreh që normal ka nevojë për argëtime. Po jo vetëm kaq, por na tregoj pak nga historia e... Po, historia e saj. Që ka qenë re ka kënduar. Jo po rriti, mos këndo. Po të duket aktiviteti? Mirë, okej. Është edicioni i 6 bëhet tek e parë festivali. Jemi dhe me këngëtaren e minjohur, Eleni Mërkurin. Eleni, flasim pak për aktivitetin, tek e parë. Tek e parë. Ne kemi të tëra gjërat bashkë. Malet, shetin, rapin, erën, të tëra i gjënë këtu. Kjo është merit e madhe. E Kristo Qipës. Pse? Sepse mbajti shtafetën e vllajtë të tij të Lefter Qipës. Dhe pilurisht prap atje ku i takon. Deri jon dhe deri juaj. Këta që kanë ardhur, ja respekti jon. Ne jemi krenar për të. Po është mendje madhësi dhe më falni mos e shkruani. Ja. Ne e gëzojmë këngën. E trashëgojmë në breza, gjithmonë në emrin e Lefter Qipës. Është shumë e rëndësishme, sepse është kulturë. Polifonia është kulturë. Gjë që nuk duhet të mbasi, për një arsye bëhet gjithçka. Ne mundohemi ta mbajmë me dhëmë, me shumë vështirësi, këngëtar s'kemi, kanë ikur. Se keni asnjë vështirësi? Sepse nuk kemi ku të gjejmë këngëtarët, na kanë ikur. Por duam të japim jo vetëm polifonin, por unë personalisht shpirtin. Dua të jap shpirtin, rinis, ta gëzoj këtë perë. Sepse është kultura e jugut, kultura e Shqipërisë. Qobani, vëlla im,
lexon libra dhe këndon. Vetëm. Ne dhe këndojmë dhe qamë. Kështu e kemi edhe vaj. Dhe është për të kënduar këndojmë. Është dhunti kënga, shpirtin atës. Është dhunti Zot. Nuk me kanë dhënë qeveritar. As njerëz. Me kanë dhënë i madh. Bravo. Unë kam dalë dhe të kënaj një njeri. Jo një me spektator. Një. Në tonë të të japë. Për e të parë, do themi, kur jenë gjitu në sken, emocionet e tua. Isha 12 vjeç që kam thënë në intervistën tjetër. Kam kënduar që në klasë të parë, në grupë të vegjëlve. Si shta thash, nuk kishim as televizor, nga një radio të vogël, ma kështë blerë vëlla im, dhe dëgjoja këngë, Shoraz, nga një astër. Ishte diktator. Dhe u lidhe me polifonin, edhe këndonin. Njerëja merë, njerëja këtër, njerëja herë. Pastaj, Do na përformos na diçka. pruj Zoti Lefter Qifër, nga Vlora. Eleni, do na përformos diçka me zërin tëmë. Diçka Qërë të dua, shumë këndoj shdo se vetëm mu dhe Ariola të dëgjojmë, tja nuk dëgjoj. Unë jo vetë dua të rritë. Na përformos diçka me zërin tëmë për publiku. Që të bëjmë? Një nga këngët e tua. Do t'ja marë si që mire të kënga, kënga shqipëtare, si që ma ka mësuar mama, ktheja një male. Këngë teat dhe utim, janë i latë, janë në more shërim. Je shumë e mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Në Roma takzoj grupi i Delvinës me këto këngë revolushme, edhe faleminderit që më bët pjesë në kësaj nate shumë fantastike, që i bën der Pilurit, i bën der Krahinës, i bën der dhe këti burë që na vështron aty dhe që i mbani gjallë kujtimin, sepse ka ditur t'i këndoj edhe dashurisë për dhe patriotizmit. I ka përshëtuar bukur kjo zonë dhe në këngët që këndohen këtu, ato dalin për herë më mirë. Suksese për gjithë organizimin dhe gjithmonë paçi të tilla ne të bardha të bukura si që janë begët e bardha, që është bukuria. Përfundoi grupi i Delvinës, ndërkohë tani është grupi i Labi Romsi që do të performojë. Që synon të marrë çmim ditën e sotme. Do ta ndjekim dhe grupin e Romsit? Normale që do ta A i presmejtë sargjenti jalën brapa plaku djalit, a i pres për mezit njesur, o pingat me gjufka veshur. A i pres qitas të jalën brapa a i pres për mezit njesur, o pingat me gjufka veshur. Djalëri e kësa jane, me jele ke gjamadane, kur hidhen kërqeje në vale, tunde të vëndje gjemoj në male. Kësa jane, me gjamadane, kur hidhen kërqeje në vale, tunde të vëndje gjemoj në male. Perja saj qule qaje në ato të ndavestane, ku ka bare lule mjalti, labëria është i laci. Perja saj qule qaje në ato të ndavestane, ku ka bare lule mjalti, labëria është i laci. Farku valja
edhe kënga janë vula që vullosën në me kurën që shkon e vjen. Rof po i la përia jonë. Këtu në pilur ka ardhur dhe mjestri i madh, Golik Jaupa, ndërkohë ne do ta afrohemi Për ta interesuar. Po, për pyetje për festivalin Ariola. Mjestri i madh, Golik Jaupi, sot keni ardhur në Pilur. Organizohet festivali Beg e Bardh. Si e vlerësoni këtë festival dhe ju keni ardhur bashkë me grupin tuaj? Festivali është i vlerësuar vetë sepse është festival shumë i bukur, shumë i mirë dhe bëhet në një fshat që ka patur emër që quhet grupi Pilurit, plus që ai që ka qenë udhëheq dhe poet i këtij grupi ishte Derçipa. Sot ai quhet Neri Komit, nuk jeton, por jeton kënga, jeton domethënë emri i tij, jeton poezia e tij, jeton grupi i Pilurit që është de jure dhe sot e de facto dhe grupi talentuar dhe nuk sa dhe se era sot, ne në grupin e Pilurit kemi qenë sa e 300, do thotë që kemi disa 50 vjetë, ke patur batë jarë dhe në kone atë djeshme edhe sot, kështu që unë e njeri për kënaqësi, bashkë me sot kemi të grupit, që në këtë shatë të vim me një kënaqësi të madhe. Si e vlerëson si aktivitet këtë? Aktivitetet të shumë të bukur dhe më bëhet jetë për një gjë, që marrën pjesë këngëtarë të rinj dhe grupe të reja. Shiko, sigurisht, ne të vjetit kemi mënin tonë, me vitën tonë, s'më të them. Por me kënaqësia me mua, për mua dhe për gjithë ne është kur bashkë nesh dhe vazhdojnë sot, jem të ri, vazhda të rija, këngë të reja, është gjë madhe. E kënaqësia shumë a fare. E duan të rinj polifonin. Po them, e duan, jo vetëm këtu në Adleun tim, nga bërit, po dhe është Adleut, po të vesh në Greqi, kem disa klupe që kronik lapqe. Unë kam qenë disa vëlet e Evropës, kanë shi, dhe Kosovarët e duan të nga lape, po pra, gjithë komi shqiptarë, sinderisht. Mjestër, këngën lape nga familja juaj, ka trashëguar dikush nga fëmijët? Fëmijët e mi ju kam dy fëmijë këtu ata këndojnë, po i rrinë pak në hije se thonë, ne u thonë që e thonë baban, ja ka thonë, shiko, po t'ishin sëna vaj, do ishin tërë të ditër të pasure, këngëtare, udhëheqësa, gazetare, shkencëtare, akademike, ku di unë. Kështu që nuk kapet kollaj babaj, në rrugën e babaj se kollaj, është si rregullaj. Kështu që këndojnë, po ja unë i kam këtu gjithë ta, edhe e di që nuk do mas, as këngë Bënçës, as këngë Labe, as këngë shqiptare kudo, as veshja jonë shumë me të kur, është me bura në bost, edhe gjua jonë me bura. Por kam mbështetje polifonia? Shiko, mbështetje kështu shtetërore, direkt si që ka qenë kohën e djeshme, kam qenë në aeran, nuk ka tjera. Por kam mbështetje nga shumë njërës që jo bashkit, jo Ministri e Kulturës, jo ta privatët kështu, edhe ja për një impuls edhe na fimoj për të kanë merit të gjithë. Falenderit gjithë, kushdo që mendon për këngën e Labe, biznesmen që ofshin, të mëdhenj, ose të vegjë, ose edhe Ministri e Kulturës, ose këto bashkit, që nga na kanë ndihmuar, unë i quaj lavdikjum dhe respekt për to, sinqerisht, sepse nuk bëhet kënga Labe pa një mbështetje. Kohën e djeshme për shembull ishte lënë në rrogën, djetat, edhe bënin prova 5 muaj, 6 muaj për një këngë. Tani çka sa ku bën prova, edhe ka ja, kjo fal djali këngëtar të talentuar, shumë të mirë, nuk shahen. E unë si Golik, unë si vetë kam thënë në grupit në shtator 6 vjetorin grupit, po dhe vetë kam për vjetorin tim, kështu që kënaqësi e madhe që do vinë të ritë këndojnë edhe për mua, edhe për grupin, edhe për Tepelen, edhe për Labrin, edhe për Shqipërinë, edhe për heroizmin. Nuk me këngë Labe, këtë di mbinur. Mjestër, Më bën një pyetje në Poloni, atje në universitet. Na gjithë Evropa ata studentë atje kështu thanë,
pse ka Shqiponja 2 kokë, edhe ato ketë me Labria Shigoliku, e pash, isha mesat profesor atje, e ke ardhë me shokë. E para është që pyetje e parë është që ne kemi me dikosh kripon se shumë edhe jashtë, shumë edhe brëna, shumë që s'kena. E tyta thash, Shigoliku do ketë qindra e qindra këngëtar të shquar të që nga koha e Qezarit e këtej Palakishit tashu, nga Meti Kënalabe, nga Dodhe, kush vazhdoj, perëndorit kanë qenë në Shqipëri me shekuje, me vitra, me radhë, s'na humbën dot as gjuhën, as këngën, as veshjen, as traditën, as kulturën, as edukatën. Kështu që do ketë më mirë Shegoliku, djemë të rinë të do jenë të lavdishëm. I keni kënduar Europës. Hapi dyert, do t'i hapi dyert Europa. Unë i këndova Evropës dhe bile kam qenë në parlamentin e Londrës, atje ku që i gjallë dhe ajo presidenti atyre me madhja Mërtëresha. Evropa do t'i hap dyert pa diskutimi, jo se i thash unë, po se është e vërteta që sot punohet mirë, e kuptonte se më marrë se unë jam artisti popullit, jam artisti partije për aman, e dirama punon mirë se tjerë, kjo të thua shi duash ti. Po punon shumë, me përgjithësi se gjë, do vemi domosdoshmë në Evropë, më para se të rjetën, që nga Vargje, mund në i recitosh. Dhe në sa janë rritur ka shumë të efiseve tua. Dhe ne këndoj, kupton apo jo. Me këngët e të malit Lefter Qipa. Kërë u dhe pritante porta, jemi që kur lini pota. Po na daci dajë. Këngët e Neqo Mërtës, të tjerë, dua të përshmes shumë dhe dua të shumë të mirë. Jam shpesë në të besës, në le në tek ekspresës, në vartu lulen e vesës. Nërë mori vë pjare, mi të shkuarën më katare, lau borë shqiptare, se panes do ishit fare. Nërë me thuaj të vërtetëm, të ju themi, sheju jetëm, sa të rol për t'ju ambetëm, gjyshmi e komitet tretëm. Se Shkënderbeu që a i burë, që eri në Evropë dhe kudo në Evropë për shqitili. Ndaj dhe vazhdojnë në fillim kjo këngë, Evroperë njësi lirit, e gjakut atit e birit, e kastrilot patloririt, që në shenë bishqyrit, kur Shkënderbeu është aji person që hapi, do më thënë, gjithë Evropë e i thash stop Turkis. O zotri, pa do futem të mozën e Evropë, sepse thash nuk jam politikan, jam këngëtar i popullit, edhe si artisti popullit jo artisti partive, por kur ishte Edi Rama dhe pasu polonën. Dhe do vejmë që është bënë. Farë që është popullit shqiptar. Si mos i shgënjen shqiptarët e Edi Rama. Edi Rama nuk gjen asë njeri, ki besim për këtë unë. E kam njohur që djarë të ri, po nuk gjen Edi Rama nuk gjen, edhe ma e veç Gjali Babaj. Në 2027 ne bëjmë ato në salë 20 direkt në Evropë. Pikë, paroj këpu, nuk ka më shkresapa. Populli shqiptare uroj që i dhalë votën, hava më bëzotin, lavdi. Të uroj shëndet, të jesh mirë, të najsi. Kënaqësi të jemi përshtatës në festivale ka Këtyre një tradit për festival, realisht ka një merit organizator, sidomos Krishtë Qipa që vjen nga një familje që e meriton pikërisht mishëron vërtet këtë festival. Është një tradit shumë e bukur, Piluri është një orë për këmë këti, ka pasur ministrë e madhë Lefter Qipa dhe mirë që kjo përcilën dhe marrin pjesë në grupe nga shumë trevat laboristë dhe është tërë një tradit që i vlen kulturës tonë, po pse jo dhe turizmit dhe për ta njohur gjithë kulturën tonë të vjetër dhe përcjell tashmë edhe me këngët e kohës sot. Unë e thash dhe fjalën time, tu i këndohet të dashurisë edhe patriotizmit dhe i gëshëtohet shumë bukur pas në këtë balkonin e i parës. Zotin Artur Dama. Po japim këto vlerësime. E nis me grupin Simbol, çmimi special i festivalit Bejk e Bardhë edicioni 6 jepet grupit të Bënçës Tepelenës.
Nuk e di që se kemi pjesëmarrës përfaqësuesit e grupit të Bëngjës. Nisim me çmimet individuale, marsat më të mirë. Kemi një marrës më të mirë, vendim Zykaj i grupit Regina Group. Si dhe marsja më e mirë, zonja Behije Dida, e grupit të rinjve të Delvinës. Krysi më i mirë i festivalit. Hajde, profesor. Hajde. Falenderoj jurinë e talentuar, jurinë kombëtare e cila më ka shoqëruar tërën time për shpirin e bukur që më dhanë special, jemi. Unë dhe vazhdoj a kënë për Vlorën, po më thanë, mos lash pilurin më këmë, edhe e lash për mjëzë, po kënë e Vlorës është kënë hymë. Shumë falenderit. Çmimi kthyesi më i mirë, Qiriako Bala, që i takoj Viron Lacit. Çmimi marsi më i mirë, Dimitër Varfi, vendim Zykaj. Si edhe Behije Dida me të njëjtin titull. Hedhësi më i mirë, Leni Mërkuri, Fatmir Tahira i grupit Romsit. Gjithashtu, kthyesi më i mirë për femrat, Qiriako Bala, Shpresa Kapo Qelaj. Hedhësi më i mirë, Leni Mërkuri nga të rinj Kapo Ferunaj. Për dashur miq, sapo përfundoi edicioni i 6 i festivalit Bek e Bardh Ariona. Kjo ishte nata e dytë dhe nata që u shpërndan dhe çmimet për fitues. Ishin 6 grupe që performuan për banorët e filmit, por të ftuar dhe politikanë, të cilët pan këtë aktivitet që ishte vërtet shumë i bukur. Unë argëtova shumë, ishte shumë emocionues, jo vetëm për ne, por më së shumti për ata që performuan. Dhe besoj se do të shkojmë në të tjera edicione, që Bek e Bardh do vazhdoj traditën, fshati Pilur. Neve nuk na ngele gjë tjetër veç se t'ju përshëndesim nga nata e dytë. Ne ju përshëndesim, natën e mirë dhe na ndiqni në Blu Televizion.